A e dini që viti 1912, viti i pavarësisë së Shqipërisë, ishte një nga vitet më të çuditshme dhe më të pazakonta në historinë tonë? Ja disa fakte të vërteta që shumica e njerëzve nuk i dinë. Fakti i parë. Shqipëria shpalli pavarësinë në një moment kur nuk kontrollonte pothuajse asnjë qytet të madh. Gjatë luftërave ballkanike, ushtrit serbe, malazeze, greke dhe bullgare kishin hyrë në territor, ndaj shteti shqiptar u shpall në letër, ndërsa tokat ishin në mpushtim. Fakti i dytë. Delegatët që firmosën aktin e pavarësisë nuk përfaqësonin domosdoshmërisht krahinat e tyre. Shumë prej tyre nuk arritën dot në Vlorë për shkak të luftës, rrugëve të bllokuara dhe mungesës së transportit. Në disa raste delegatët u zëvendësuan me telegram. Fakti i tretë. Flamuri që u ngrit më 28 nëntor u përgatit vetëm 2 ditë para aktit, sepse askush nuk kishte një flamur zyrtar shqiptar. Ai u qep me nxitim nga Marigo Posio, duke krijuar simbolin që njohim sot. Fakti i katërt. Në momentin e shpalljes së pavarësisë, Shqipëria nuk kishte kufi të përcaktuar. Këto kufi u vendosën vetëm në vitin 1913, në konferencën e ambasadorëve në Londër dhe shumë treva shqiptare mbetën jashtë shtetit të ri. Fakti i pestë. Qeveria e parë shqiptare, ajo e Vlorës, nuk njihej nga asnjë fuqi e madhe për muaj të tërë. Ajo funksiononte pa ushtri, pa administratë shtetërore, pa financa dhe madje pa territor të qartë. Fakti i gjashtë. Shumë zona të Shqipërisë nuk e morën vesh menjëherë që vendi ishte shpallur i pavarur. Mungesa e komunikimit bëri që lajmi të përhapej ngadalë, shpesh përmes tregtarëve, udhëtarëve dhe gojë më gojë. Fakti i shtatë. Në vitin 1912, Shqipëria kishte vetëm rreth 300 kilometra rrugë të përdorshme. Për këtë arsye, shumë delegatë udhëtuan ditë të tëra me kuaj për të mbërritur në Vlorë për aktin e pavarësisë. 1912 ishte një vit i trazuar, i mbushur me pasiguri dhe rrethana të pazakonta. Por pikërisht ai vit solli lindjen e shtetit shqiptar. Fakte të vështira, por plot krenari.